Shikues të nderuar të Fax News, ju përshëndes. Në këtë episod të Puls Pop do dalim të pyesim qytetarës se çfarë do të bënin ndryshe, çfarë do të përmirësonin, çfarë do të hiqnin dhe do të shtonin në Tiranë nëse vetëm një ditë do të ishin kryetar të Bashkisë së Tiranës. Për më tepër, le të marrim mendimin e tyre. Po të ishe vetëm një herë kryetar bashkie, çfarë do të bëje për Tiranën? Për Tiranën? Po tash i vartë nga mundësitë që do kishim. Çfarë do ndryshoje që s'është bërë deri tani? Po ku di çfarë është bërë deri tani? Më çfarë është bërë deri tani? Tash çfarë të them? Çfarë është bërë deri tani? Unë them mirë është bërë. Them mirë është bërë, ka ndryshuar shumë gjëra, ka ndryshuar. Për mirë apo për keq? Po, ne mendojmë ka ndryshuar për mirë, tash ato probleme tjera, korrupsioni dhe gjëra s'na lën asnjëherë këtu. Kanë qenë dhe do vazhdojnë. Çfarë është bërë mirë në këtë Tiranë deri më tani nga kryetari i bashkisë? Unë nga 20 vjet që kam zbrit këtu. Po. Është ndryshuar shumë gjëra. Ndaj infrastruktura, ndash bulevardi i ri, ndash parku ka marrë pamje tjetër, ndash tema fjalë ka ndryshuar, sipas mendimit tim. Pastaj mendimet ndryshojnë. Për shembull, këto kulla të rreth e qark, po të ishe kryetar bashkie, do t'i hiqje dhe t'i zëvendësoje me parqe? Po tani ato do të ishin bazë, tash ato s'mund t'i heqësh më, ndoshta dikush thotë ka pas një orientim që Tirana duhet të ketë 4 kulla, se kush e ka dhënë këtë orientim unë nuk e di, dikush thotë Tirana do të ketë 4 kulla. Sikur i kanë bërë këto. Ai ku ishte fushata thoshte nuk do të ketë as i lënë ndërtimin, Tirana është bati e ktheu mbrapsh. Kemi 20 vite më the që je në Tiranë, që jeton në Tiranë. Po sa i përket parqeve për fëmijët dhe për të moshuarit, mendon se ka mjaftueshëm? Shumë pak ka. Unë kam lutur edhe nga Gjermania, nga fëmijët e ne. Ka gjëra, po lesë s'bëmi si Gjermania, s'bëhet fjalën që të bëmi si Gjermania, ne po pak ta afrohemi deri diku, po s'të lënë ato tash ja. Ata thotë do bëhet i kull tjetër aty këtu ke ushtari pa njohur. E kemi një zgjuar, do bëhet i kull tjetër atje. Atë jetë na bëjnë i kull si për shtëpisë edhe. Nëse do ishe kryetar bashkie, do ta bëje Tiranën si kryeqytetin e Gjermanisë? Ja, nuk bëhet. Këto kushte si është nuk bëhet. Nuk Nëse bëhet. do kishe mundësi gjithmonë. Pa nuk bëhet. Jo në këto Pa nuk bëhet është më. Ti mirë e ke, po në këto kushte që është nuk bëhet Tirana, Tirana ka spreken më këta, mund i prekish këto. Tash kush do t'i bëni këto? S'ke, tash këtu po të punojsh vetëm një gjë thjesht. Rrethot diçka, edhe ja afroj afër zotëri, ku gjetë lekët si e bën këtë. S'ka interes, gjihet për shembull, urdhëro, ku gjetë lekët si e bën atë. Ku gjetë lekët? S'do të punohet, s'punohet tash. Po jetojmë këtu, fëmijët kanë ik. Pa rrim shpinën mi boroj atje. Çfarë? Pse kanë ikur fëmijët? Po kanë ikur se gjetën veten. Kisha djalin me 2 fakultete, i kompletuar me grad doktor shkencash me gjitha, u detyruar me ik. Çdo konkurs i bëj, thoshin s'ke mori pikë. Është 30, ka mori 9, ka mori. U detyruar që djal kisha, u detyruar iku vllai. A duhet funksionoj miku që të ecësh një jetë në Shqipëri? Patjetër, këtu pa mik është ka qenë historikisht, më mirë mik se sa i çiflik. Miku, mbas mikut, leku, edhe ec. Po, përgjithësi miku. Këtë vendet e punëve, çajmë vendet e punët mira, këto i kanë zënë fëmijët e deputetëve, njerëz të afërt atyre. Ku do t'ikish? Ku do t'ikish? Edhe rojës të lanë, jo matje. Faleminderit. Po të ishe vetëm një herë kryetar bashkie, çfarë do të bëje për Tiranën? Do t'i kisha shem gjithë të grattacielet e mëdha, se na mytën frymën. Me çfarë do t'i zëvendësoje? Me gjëra më humane. Për shembull? Si e banka aty që ka bërë italiani i madh dhe arkitekti i madh. Kurse ky për shembull këtu Sati po më duket si kryqëse dhomësh tash. Se është myt nga grattacielet. Egzagerove çike, mos i besoni gjitha, ha? Nuk do t'i prish. Parqeve për fëmijët dhe të moshuarit, mendon se ka mjaftueshëm? Mirë, nuk është keq. Unë njoh Tiranën që kur pa u ndërtu liçenit, kur ndërtu liçenin kam qenë 10 vjeç, 11 vjeç. Jam bërë punime, po jo me ato ritme si përpara që shtoheshin kështu. Tash nuk ka fonde. Parqet nuk zgjerin lek, grattaciela zgjerin lek. Pra ti mendon që grattacialat janë ngritur vetëm për shkak përfitimeve? Përmjet zbukurimi nuk janë. Veç prej padisë e them këtë,
Më falni. Faleminderit. Ju lutem. Nëse do të ishe kryetar bashkie vetëm një herë, çfarë do të bëje për Tiranën? Pak si pyetje e vështirë është, sepse është befasuese se ka shumë, Tirana është e madhe, qytet i zhvilluar, diapazoni rritet për ditë, zhvillimi rritet për ditë, jemi hapur, kemi bërë diçka shumë europiane kohët e fundit, sidomos vitet e fundit, si në këndvështrimin e hapjes, mendimit, qedjes, sepse ka ndikuar te bota jo shqiptare. Kush? Py shko eja shif të vuajt vim. Po dhe shqiptarët kanë dalë, emigracioni ka dhe tjetër shtys. Qa do bëja? Pa, mund është të bëja sa më të bukur, sa më mirë, edhe sa më arsyeshëm. Për shembull, çfarë konsideron të bukur që do të bëhesh për Tiranën? Tani, ky këndvështrimi nuk po arrit ta konceptoj. Është në planin artistik, ekonomik, apo si se janë shumë plane? Në të gjitha. Për shembull ata artistikë. Po, për shembull, unë nuk jam dakord me këtë këtu. Ja, filloj. Fjala e parë, kupton çfarë flas? Kjo lloj muzikët nuk shkon midis qytetit. Ky nuk është zhvillim. Nuk është bota jonë. Pa i ka qefin e vet. Tani ne duam të ecim përpara, zhvillim tjetër. Shikoj për shembull, ja, unë kënaqem duke parë Skënderbeun. Skulptura bashkëkohore, pavarësisht janë bërë çish monizëm, pra një zhvillim. Po ne kemi gjëra të jashtëzakonshme relike, të mrekullueshme që mund t'i kishim edhe të tërhiqnin turistët. Për shembull, Kemi edhe nga e kaluara e hershme, nga dekadat, nga shekujt, edhe njëkohësisht, po edhe nga e sotmja, skulpturën moderne, ku e çfaq kryeministri i ri në disa drejtime. E çfaq koha. do kullat rreth e qark për shembull. Po janë të bukura. Nuk unë i do të pëlqej. vendosje me parqe. Jo, dhe parë që duhet, por kullat janë të nevojshme, kullat tregojnë zhvillim. Ja, unë nuk jam dakord, kjo është zhvillim, po është edhe konceptim. Në koncepte, njerëzit nuk janë një lloj, dhe kjo është e bukur në botë, që njerëzit nuk janë njësoj. Po t'ishim gjithë në lloj çkoptim kishte jeta. Pse duhet ta shikoj unë jetën ashtu siç do ne, ose ai tjetri siç dua unë. Ne duhet të zgjedhim më të mirën, më të bukurin. Unë mendoj, ja, ndërtesat e fundit, zhvillim tjetër, konceptim tjetër, botë tjetër. Pse? Disa nuk i duan, po gjë e madhe fort që nuk i duan. Ai është mësuar të jetë në një formë tjetër. Jo. Unë dua të bukurin. Aspektin ekonomik. Bravo. Kjo është më e bukur. Në ekonominë e duam ndryshime. Në ekonominë e duam tjetër pozicionim. Pse? U bën gabime madhështore. Po budale. Pra në madhështi thojza, e kupton? Budale. U shkatërrua gjithçka. Pse u shkatërrua gjithçka? Ku ja kishim borxh ne? Ishim njerëz. Po ishim në forma pune të ndryshme. Po ishin edhe njerëz të thjeshtë. Pse duhet të rrinin në mënyrë naive? Për ç'a? Kush e binde të rinë? Një udhëheqës që mund të rrinte në kuptimin në një zyrë burokratike, një naiv që s'kuptonte absolutisht asgjë, apo vetëm thjesht për karrierën e tyre? Këto duhet i kuptoni drejt. Ne po e vuajmë sot. Mike ime e gazetare. Në këtë fushë kam punuar edhe unë, shumë, me vite. Vjen disa naiv, pse është deputet, vetëm uli çon kartonin, edhe sa e ka pensionin, s'ka ditur kur të kap një artikull ose diçka tjetër problemor, të bëj kur një vëzhgim, s'ka ditur kur të bëj një koment, vetëm thjesht, ul, ço. E paguajmë ne. Unë e kam kurajnë civile e them. Megjithse jam djegur. Më kupton ç'a flas? Ne kemi urrëtie. Urrëtia është mbledh. Po. E kam thënë në shumë artikuj, se kam shkruar shumë artikuj, edhe i kam thënë, të peshojnë kuletën të vejnë etiketën. Pra ti i një gazetare që ka shumë problematik, shumë vlera që me të vërtet duhen thënë, edhe janë të nevojshme, edhe kërkush nuk dhe me të vunë kanar, para një tjetrit, që mund tjetë kret naiv, ka lek. Ku i mori lek thaj? Ishte magazinjer. Ky magazinjeri i fshiu gjitha që në fillimet e demokracisë, se kështu tha partia, po pse që qenë ka partia? A i kupton qa flas? Faleminderit. I lutem, shnet. Po
t'ishe njerë kryetar bashkie, çfarë do të bëhe për Tiranë? Ti ishe kryetar bashkie, unë të parën babi do bëj një punë kryesore. Do të nxirr njerëz, nuk do merrje Valbona Selimllarin këngëtare të kënonte, po do merrje këshilltar, do të qitje në përlagje, do të shikonje se çfarë sa familjeti, jam familje për i 5 veç, po. Qa ke ti me pension, qa ke pa pension, qa ke mosh të vjetër, qa ke mosh të re, kur ti të me raportonje që ke njërës pa pension, ku ke punu, si, në prishje regjimer gjithmonë janë ndjek, kanë sakrifiku, kanë fitu pushtetarët. Pra, do të merë një të gjithë në lagje të Tiranës, lagje, dhe ku të shifnje që unë do të pengohesha për të mos me më përkra pushteti qendror, do më heq mu se kryetar bashkie. Mos ankohet kush ka unë, se jam i Zotit përgjigjam se favorizon kush. Jo me paret popullit. Të ngrej kullat pastaj para. Do i hiqe kullat nëse do ishe kryetar? Jo, unë nuk do të bëjnë këta kulla birë. Unë do hap një këmbën sa kishe jarganin. Për arsye se populli, unë jam shemu. Unë jam 79 vjetë. Jam pa pension, po të them për këryt 2 fëmijëve. Sepse më zhdukën dokumentat, pata një aksident me djalin, atë e hika, në 2000 e ktheva, kam bo 5-6 gjyqe, asë më ka favorizu kush. S'kam pare të paguj më, kam pagu avokate. Pra, jam pa pension me 21 vjetë e 6 muaj punë. Kur? Edi Rama patur, del, të thot, unë s'kam njeri pa pension, ka njeri pa buk, jo pa pension. Pra të thomit vërtetën, kur, plus kësaj, Tiranën do të regje shife o bjerë. Tiranën asë pastrot njerë, janë ba, këta plaka që janë vu këtu i ka bu populli, nuk i ka bu as Erjoni, as Edi Rama, i ka bu populli se djerë sa jonë është marrë nga derdhjet e sigurimeve tona të cilat nuk janë dhënë kontributet në sikra. Por tu qenë populli mbështetur. Da e marrë pensionin nesër, do të marrë 2000 lekë ty, që nesër të marrë pensionet të japë. Kur? Unë, po të them si burrat, pres kur marrë në 100 eurë për i kalamajve. Jetoj me 150.000 lekë që në grua, që merë pension. Jam 79 vjeç, jam i smur, me diabet. Marrë ilaçe, një me pare, një pa pare, si dun farmacistët. Pra, kur? Qa bën Edi Rama? Si flet pa përgjegjësi, ka vojt një gjys kilje buk, 1400 lek, oj bie Gjaxhi. Si shku ka 1400 lek? Një gjys kilje buk, po gjys kilje buk e haj fëmi. Ata janë 3-4 riska që shtypen deri në fund. Pra, autorpi botës, Obama objektiv, për urinin, mushi gjadrin, e kam pa unë, si o mush gjadrin deri në Shkodër, me të huj. Rinia jonë hiku jashtë shtetit. Rinia që bënde Shqipërinë, rinia që ngënit e Shqipërinë. Arë janë rjetër këtu, birë, pa mbërësit në pëlqenë, s'në pëlqenë. Nuk ka kulturë pa diktaturë. Duhet i farë frenimi. Sa bukur i e veshti, kam kënaqësi të shoh. Po kur të vjen një femër për para lagurish, çfarë mund të thosh? Kam non gocë, kam non gru, kam non nuse, kam non djalë. Edhe në qofë se shoh, se në vishe këte ashtu si duhet, dila që të qoj njerëzit. Se pse? Me që lagurish e rrimajmun. është gjë e zgjidhur. Kur? Jemi shqiptarë, mëj. Harrum Ismail Qemalin, mëj. Harrum Skënderbeun, mëj. Që është dhe unë këtë vend derdhën gjak. Derdhën gjak me Lumej Gjaku. Ku kanë përgjë? A kanë turp këta burra? A kanë turp këta kuadra? Do t'i pyet një shtëpi për shtëpi. Thosht që mbje informacionin, do përgjigjesh për informacionin që mjep. Do të qoj një tjetrin mrapa. Do kontrolloje me atë, do të qoje ty mrapa. Mjep informacion, kombinojnë dy informacionin? Po, e po prit, gjem të vërtetën. O i bie Gjaxhi. Po janë populli fukare. Jemi ma fukare, pa industri,
pa blegtori, pa bujqësi, nuk ka shtet në botë. Kur janë prish 2676 uzina në kompin shqiptar, që kishim industrinë më të fortë. Ku? I keq ishte Enver Hoxha. Po, thash, je goca ime me morë 2 herë, 3 herë. Nuk ka kulturë pa diktaturë. Ti më thu mu më s'kalo këtu. Thash më s'kalo, më jepi shpullëseve të kalim unë. Jo s'kalo, një lene së është aja të shmendur, aty do të bëjt që të shmendur kur i shmenja mund që të detyroj ty. Pra, më lodhen pa pikë turpje. Kërkur në përbot kafe që kështë pi Enver Hoxha, se s'gjetë në gjë. Po unë që jam një askush, një hamal, mund të kem pi 10.000 kafe, Enver Hoxha kështë pi kafe. Nuk e mora aspekt konkret për regjimin, sepse rinia na iku babi se kërkon liri. Liri të tepruar, se liri në kërkon gjithë, po, jo të tepruar. Enver Hoxha thoshte që Kosova ta gjetë drejtën në vendin e vetë. Se s'kishte mundësi ti përgjigjej, ti diktaturonte. Kur? Më ngluj Trumpi. Trumpi ka fuqin, ose Organizata e Kombeve të Bashkuara ka fuqin. Po ai, edhe hedh, edhe pret, edhe hedh, edhe pret. Nuk i bën gjithë ata që thotë, jo? Jo. Edi Rama, dilte e pyette. Njerëzit sa pas ka një 2-3 në televizor. Ku del ti marrë pyet? Ka pyet ti marrë, ka pyet ti. Sa e ke këte, sa e ke atë. Ja po, a bo Tirana gjithë fshatari, gjithë ka fshatari po. Ka bujqësinë, e qesë. Caktoj një vend, si që ka gjithë bota. Caktoj vend, në këtë pjesë vendit, do shesim fshatar, s'ka asë një të huj. Do shesin, do punojnë, do tjetojnë. Sepse ata s'kan ku të marrin sot, po kanë tokë në vetë, shisin diçka, me gjitha të ne të punojnë, brava, edhe ne të hami gjatë fresh, nuk na ka me gjatë, freskët më i bi, qumësit duke i hedhë gëlqere, gjithë duke i hedhë gëlqere, djatrin duke e përzi me loj pisliku, se nuk ka djatë 3.000 lekë, sepse do 6 kile qumush, 1 kile djatë. 6 kile qumush, 1 kile djatë. Kuj del kosta ati? Po t'ishte vetëm një herë kryetar bashkie, çfarë do të bëhe për Tiranën? Dhe e ka bërë gjithçka. Ajo e ka bërë për punë. Nuk mohet. Po, nuk mund ndrojnë në punë politike, nuk mund ndrojnë. Çfarë do ndryshoje? Ose çfarë do të shtoje? Pak pensionistat me i diskutuar pak pensionet Për Tiranën. për kraje sociale, gjithçka. Për shembull, këto kulla do t'i hiqe po t'ishe kryetar bashkie dhe t'i zëvendësoj me parqe? Jo, kullat duhen, edhe parqet duhen dhe kullat duhen. Mendon se për të moshuarit dhe fëmijët ka mjaftueshëm hapësira për të qëndruar për të kaluar kohë të lirë? Po, se fëminia sot nuk kanë parqe. Nxënësit e nipat e mbesat tona sot nuk kanë parqe pushimi. Kjo është fakt. Parqe për të qëndruar? Për të qëndruar, për të lozur, Fëmëria kështu është. Edhe kjo është fakt. Mirë po... Pse nuk ka punuar kryetari aktual për këto parqe? Ka punuar, e ka bërë punë. Edhe punë ka bërë. Dakor, për parqe. A the nuk ka parqe? Po. Pse nuk ka punuar? Është fakt, s'ka punuar parqe. Shumë e saktë. Me çfarë ka qenë i zënë? Me çfarë ka qenë i zënë? Çfarë ka qenë i zënë? Po e kanë zënë Të kulla? kullat. Faleminderit.
Respekt dhe joja. Po t'ishe vetëm një herë kryetare e bashkisë, çfarë do të bëj për Tiranën? Ku di unë të bëj mi gocë, unë jam pensioniste. Po t'u dha mundësia, nëse do e kisha atë mundësi. Ja këto që ka bë ai, po i bëra. Ndryshoje gjë. Pa jo mi pse të ndryshoja mirë Po është. parqe për të moshuarit fëmijët. E, duen ca parqe. Pra do kishe shtuar ça parqe. Po, pa tjetër, edhe Po kullat, në çfarë do i zëvendësoj, apo do i lija aty ku janë? kulla tani kanë prish një qik identitetin e Tiranës. Kaq, ika se më shan ajo.